Dje me dhimbje pikallim të thellë, familjarët njoftuan, meqët, shokët dhe dashamirët se ka ndëruar jetë pjesëtari i policisë së Kosovës, Qamil Zymer Kukaj. Ceremonia varrimit u mbajti dje në varrezat e fshatit Gjelanc. Njeriu nuk matet me vitet që jeton, por me dashurinë dhe respektin që lën pas. Varrimi u bë me një ceremoni të lartë zyrtare nga policia e Kosovës, ku fjalë rasti mbajti drejtori i policisë rajonale në Prizren, kolonel Faton Alia. Kolegët e policisë së Kosovës dhe ju të gjithë pjesëmarrësit të kësaj ceremonie mortore, fjalët e familjes Kukaj Qamilit dhe kolegës tonë të respektuar Qamil Kukaj. Qamili lindi në vitin 1968 për të qenë një djalë i sjellshëm, një nxënës i dalluar, i cili në gjeneratën e 18 në vitin 2002 ju bashkua policisë së Kosovës. I lehtë i qoftë dheu i Kosovës, të cilës me nder i shërbeu, lavdi dhe u kujtoft për herë me krenari dhe respekt. Papi, nuk e kam mendu kur që të vinte ti ta flisa për ty në këtë mënyrë. Për ne ti nuk ishe vetëm babi jon, ti ishe shtylla familjes sonë, mbështetja jon, vendi ku gjithmonë gjenim siguri dhe forcë. Për 4 vite luftove me një smundje të rëndë, luftove me një forcë që na habiste të gjithëve, asnjëherë nuk u dorëzove, edhe në ditët më të vështira mendoje për ne para se mendoje për veten. Na mësove se çfarë do të thotë dinjiteti, durimi dhe dashuria për familjen. Sot zemrat tona janë të thyera, asnjë fjalë nuk e mbush bastin që ke lënë, shtëpia nuk do jetë me njëjtë pas zërin tënd, pa këshilla tua apo praninë tënde, por një gjë të premtoj para të gjithëve. Do të jetosh gjithmonë në zemrat tona, në çdo hap që të bëjmë, në çdo gëzim dhe çdo vështirësi, ti do të jesh me ne. Falenderime nga zemra falenderuan secili pjesëmarrës që ishte për t'i dhënë lamtumirën e fundit Qamil Kukajt. Falenderime familja bën edhe për policinë e Kosovës për ceremoninë organizuar në nderim të tij.